Banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba, ka treguar anën më emocionale të saj pas spektaklit prime, duke shprehur hapur ndjenjat dhe frikën për mundësinë e humbjes së Limin. Gjatë një bisede të qetë me Arditin, Alba u shpreh se ndihet e pasigurt dhe e lënduar nga ideja që Limi mund të zgjedhë dikë tjetër, duke reflektuar shqetësimin dhe pasiguritë e brendshme që po përjeton brenda shtëpisë. Në rast se zgjedh dikë tjetër dhe jo mua, prej tani e di peshën e asaj që po ndodh, realisht brenda vetes time kam frikë ta humb, tha Alba, duke treguar qartë sa e ndjeshme ndihet për raportin e saj me Limin. Fjalët e saj kanë pasqyruar një moment të sinqert emocional, i cili tregon se lidhjet brenda shtëpisë janë më komplekse se sa duket në ekran. Ky rrëfim ka ngjallur reagime të shumta të publiku, i cili po ndjek me vëmendje çdo zhvillim mes Albes dhe Limin. Disa ndjekës e kanë vlerësuar si një shprehje autentike të ndjenjave të saj, ndërsa të tjerë presin të shohin se si do të reagojë Limi dhe çfarë ndikimi do të ketë kjo në marrëdhënien e tyre në ditët në vijim. Ekspertët e reality show-ve dhe ndjekësit e vëmendshëm po monitorojnë me kujdes çdo lëvizje të çiftit, duke e konsideruar këtë situatë si një moment kyç që mund të përcaktojë dinamika të reja brenda lojës. Mbetet për t'u parë nëse rrëfimi emocional i Albes do të ndikojë në vendimet e ardhshme të Limit dhe në balancat e lojës brenda shtëpisë.